Ure Halilajve që ndodhet midis fshatrave Dars Bele Fullqet në bashkinë e Klosit është një nga objektet e trashëgimisë tonë kulturore që mbrohet me ligj. E përcaktuar si objekt i kategorisë së parë, kjo urë mbart një histori të hershme mbi lëvizjen e jo vetëm banorëve të zonës, por edhe të Tiranës e turësit në drejtim të verilindjes së vendit. Ura me harke ndërtuar prej guri është një nga objektet e rralla të kësaj zone. Kjo urë ka një gjatësi 11 metër, gjërësi 2.7 metër, lartësi 15.3 metër dhe trashësia nga 2.1 metër në fillim në 1.1 metër dhe 0.8 metër në mes. Ndërkohë kjo urë është në përgjegjësinë e Drejtorisë Rajonale të Trashëgimisë Kulturore Tiranë. Kjo e fundit duhet të kujdeset siç bëri pak vite më parë me restaurimin e shtresës së sipërme. Ura është e mbuluar nga bimësia, e si të mos mjaftonte kjo, anash sa janë hedhur mbeti inerte, duke krijuar një pamje të shëmtuar. Banorët kërkojnë që kjo urë të mirëmbahet ashtu siç edhe përcakton ligji për trashëgiminë kulturore. Kjo është shumë gabim. Ta duhen pastru, duhen rregullu, edhe të jetë pastër çdo gjë, nuk hedhet asnjë gjë këtu. Pisliqet nuk hedhen rrugës. Jo, kanë rrugës që hedh atje, edhe këtu, edhe sipër, kanë rrugës që hedh pisliqet. Kjo është monument kulture. Janë hedh pisliqe, ta i kanë hedh njerëz, nuk dihet se kush i ka hedh, por kjo është shumë gabim. Kjo duhet pastru, duhet rregullu, duhet mirëmbajtur. Veç probleme me bimësinë apo inerteve, urës i mungon edhe një tabelë informuese me historinë e saj.